pjesa e parë e demokracisë në veprim në lidhje me mbarvajtjen e pjesës së parë të ditës së votimit, specifikisht së hapjes së vendvotimeve. Zgjedhjet parlamentare si momenti kyç i demokracisë, përmes së cilit qytetarët ushtrojnë të drejtën e tyre themelore për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre dhe për të ndikuar drejtimin politik të vendit, ndikohet në masë të konsiderueshme nga niveli i transparencës, respektimi i ligjit dhe nga besimi i publikut se secila votë e qytetarit është e lirë e barabartë dhe që si e tillë vlen. Në këtë kontekst, vëzhgimi i pavarur i zgjedhjeve ka një rol tepër të rëndësishëm në forcimin e besimit të publikut, por edhe të rritjes së llogaridhënies së aktorëve të përfshirë në proces. Demokracia në veprim në këto zgjedhje po vëzhgon mbarvajtjen e procesit me 500 vëzhgues statik dhe me 50 vëzhgues të tjerë rezervë, të cilët funksionojnë si ekipe mobile, të cilët janë të shpërndarë pra në 550 vendvotime në nivel vendi, sipas mostrës statistikore përfaqësuese të njohur si PVT. Sa i përket të drejtës së qytetarëve për votë, të drejtë vote në zgjedhjet në Kosovë kanë 1.999.204 votues, prej cilëve 7.192 votues janë votues pratërin që nuk kanë qenë votues para zgjedhjeve të 12 tetorit. Pas procesit të votimit që u zhvillua dje në misionet diplomatike të Kosovës në 16 ambasada dhe 13 konsulata, e ku votuesit kishin mundësi që të votojnë fizikisht, demokracia në veprim beson që një atmosferë njëjtë demokratike duhet ta shoqërojë edhe procesin e sotëm zgjedhor. Sa i përket hapjes së vendvotimeve, nga gjithsej 2614 vendvotimeve në nivel vendi, sipas të dhënave që kemi pranuar nga tereni, në vetëm 3% të vendvotimeve ka pasur vonesa në hapjen e tyre. Vonesat më të theksuara janë nga rajoni i Pejës, e ku është raportuar se shkaku kryesor për vonesat të tilla në hapjen e vendvotimeve ka të bëjë me mungesën apo vonesat e komisionerëve. Aranzhimi i vendvotimeve është bërë konform rregullave të përcaktuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me përjashtim të 2% të vendvotimeve ku nuk ka pasur vendosje adekuate të kabinave apo të kamerave të votimit, duke cënuar fshehtësinë e votës së qytetarëve. Në anën tjetër, sa i përket kamerave, vlen të theksohet se vendosja jo e duhur e tyre në pozita cilat nuk garantojnë fshehtësi të plotë të votës, është më e shprehur në komunat me shumicë serbe, cilat përfaqësojnë gati 3 fishin e mesatarës në nivel vendi. E drejta për pjesëmarrje në zgjedhje është e drejtë universale që duhet të garantohet të gjitha palëve, pa dallime, por që në këtë drejtim tek së veçantë kemi tek personat me aftësi të kufizuar, cilët duhet të kenë qasje fizike në për të gjitha qendrat e votimit. Vëzhguesit tonë kanë raportuar se në 16% të qendrave të votimit në nivel vendi mungon infrastruktura fizike, pra pjerrinat që votuesit të kenë qasje edhe vetëm për të hyrë në shkollë, pa llogaritur të faktin që një pjesë e konsiderueshme e shkollave dhe qendrave të votimit në nivel vendi nuk kanë pjerrina apo lifte për të arritur në katet e dyta ku zhvillohet procesi i votimit. Madje, edhe pse rregullat zgjedhore ndalojnë vendosjen e materialeve propaganduese brenda një perimetri prej 100 metrash, vëzhguesit tonë kanë raportuar se në afërsisht 3% të qendrave të votimit në nivel vendi, edhe pas orës 7 të mëngjesit, ka pasur prani të materialeve promovuese të subjekteve apo kandidatëve të caktuar. Sa i përket informimit të votuesve, në këto zgjedhje, votuesit kanë të drejtë të votojnë deri në 10 kandidat preferencial, që është bërë e mundur pas ndryshimeve të fundit ligjore të vitit 2023. Megjithatë, edhe pse rregullat zgjedhore përcaktojnë obligimin që në hyrje dhe në secilin qendër të votimit të ketë materiale informuese dhe edukuese për votuesit, në 8% kanë munguar në 8% të qendrave të votimit kanë munguar instruksionet për votuesit se si duhet të votojnë. Për më keq, në 18% të qendrave të votimit mungojnë tavolinat ndihmëse apo stafi përkatës aty, që si problematik është dukshëm e shprehur në rajonin e Ferizajt, Gjilanit dhe të Pejës. Sa i përket pjesëmarrjes së grave në trupat menaxhuese zgjedhore,
specifikisht në këshillat e vendvotimit, edhe në këto zgjedhje kjo pjesëmarrje vjen të jetë tejet e ulët, pavarësisht kërkesave tona të vazhdueshme për nivel më të lartë të përfshirjes. Është raportuar nga vëzhguesit tanë se në mbi 75% të vendvotimeve në nivel vendi ka prani të grave komisionere, por që numri kufizohet në maksimalisht 2 anëtare për vendvotim. Madje në gati 1/3 e vendvotimeve në nivel vendi nuk ka asnjë grua si komisionere. Sa i përket incidenteve, në pjesën e parë të ditës, vëzhguesit tanë nuk kanë raportuar për incidente serioze që do të ndikonin në integritetin e procesit zgjedhor, me përjashtim të 2 rasteve të izoluara të ndërprerjes së energjisë elektrike, gjë që ka ndikuar edhe në vonesa për hapjen e vendvotimeve, përkatëse në këto 2 lokalitete. Demokracia në veprim do të organizoj konferencat e radhës afërsisht rreth orës 13, për çka mediat do të njoftohen me kohë.